Shumë faleminderit tanëve që keni gjetë kohën më ardhë me na u bashkuesat. Edhe mi të gjitha që keni vullnetin e mirë me ndëgju për një alternativë të re qeverisë. Unë kam ditë që shetis në Shkodër, edhe përpiqem me çut njëjtin mesazh, me tregu historikun e lëvizjes bashkë, sepse jo çdo kush e ka pas mundësinë me njoft si erdhi me deri këtu. Gabrieli e ceko pak, po unë kam nevojë me thënë njerëzve, edhe juve sot, që ka një rritje organike, që unë e kam pa ndoshta pak nga largësia duke qenë emigrante për 15 vite, por jam mundu me mbështet me aktivizëm në rrjete sociale, me pranëri sa herë kam pas mundësi me kanë vend, me ekspertizë kur është kërku. Por mi 10 vite aktivizëm para se me fillu mu bë parti politike. Edhe ato 10 vite aktivizëm, tanë antarëve, tanë aktivistëve ju kanë mësuar disa gjëra shumë të rëndësishme, që puna nuk bëhet për i ditë, që puna mësohet në terren, edhe që vështirësitë duhet me i përballu vetë. Në fakt, diçka e bën të jashtëzakonshme lëvizjen bashkë, që është kjo vazhdimësia e organizatës politike, është se antarët kanë 3 karakteristikat përbashkëta që nuk i gjen shumë shpesh në partitë tjera politike. Një është guximi. Kanë guxim me i thonë hapun, problemet, edhe prej ku na vijnë këto probleme. Edhe me vut mirën publike, mi interesin privat. E dyta që unë e shef përbashkët në të gjithë antarët e organizatës është besimi. Besimi që tanë bashkë, tanë njerëz si ne, munden me e bë këtë vend. Edhe munden me në rrugë këto institucione që tanë i dina janë korruptume, nepotike, me vlerësu meritokracinë. Edhe e treta, edhe ma rrallë mu gjetë në arenën publike, është këmbgulja, që dhe më thanë nuk hekun dorë. Një raund elektoral mund sjallin rezultatet mira ose jashtë sa do na ne, por na kena me kanë këtu, që tanë bashkë, edhe herën tjetër, do të tentojmë, edhe do të realizojmë sa më parë, një shtet social, një shtet prodhues, edhe një shtet drejtë. Nuk du mu zgjatë shumë, po personalisht, unë ma nuk në jem e pafuqishme, diçka që e kam përjetu shpesh herë, sepse jo vetëm se nuk jam vetëm, por mendoj se këtyne garbiçarëve të shpresës, për iman ju është afru fundit. Sepse njerëzit janë të lollën, mundit vjallën, mundit ke shtrejtu, mundit shtypun. Prind janë të lollën, të i pa fëmijë të ik jashtë, e po të njëjtit prind janë të lollën, të i pa fëmijë të naj pa punë në shtëpi. Që na kena shumë besim, edhe i kena marrë përsipër edhe këtë kauza të prindve tonë, që një ditë do që mu zgjidh, si për shembull minimumi jetik për tanë popullsinë që ka domosdoshme po dhe pa tjetër për pensionistat. Vizioni është i qartë, kanë punu shumë njerëz, është i gjithanshëm, si shta Gabrieli, po mi gjitha, mendoj se është i realizueshëm, edhe kjo është një diferencë thelbësore. Kena pas fatin që 2 organizata të pavarura, jo më larg se pardje, i kanë ba një analizë, edhe kanë publiku një raport ku i vlerësojnë 162 premtime që kishte, nuk i kisha numru, që kishte plani qeverisë në aspektin e realizueshmërisë financiare, ligjore, po edhe impaktit social. Edhe ata në mënyrë të pavarur komplet, ne e morëm me si lajm, vendosin kanë mbas kriterëve që kishin përcaktuar që 90% e premtimeve janë të realizueshme. E po kjo ka një arsye, edhe pse në mendojmë se mund t'i bëjmë 100%, e ka një arsye që dikush i pavarur mendon se janë 90. Sepse si ju tham, njerëzve për ditë në rrugë, ata njerëz që kanë shkruar programin, edhe informacioni ku ata janë mbështet, është tanë një punë analizë që bëhet për me bë politika, edhe jo politikë, jo me shku me të mushmane, po me shku me e pa ndryshimin sa po t'na jepet mundësia me e bunjet. Shumë faleminderit.